Që nga vitet e 60-ta, synimi ka qenë i njëjtë, të ruhen dhe të ekspozohen kristale unike me forma dhe ngjyra që rrallë përsëritën në natyrë. Për t'i zbuluar këto mrekulli të natyrës, minatorët zbresin qindra metra nën tokë, në horizontet e minierave të Trepçës. Të tjerët, vizitorë vendor e të huaj, shprehin interesim për t'i parë nga afër. Sipas Ibrahim Musa, inxhinier i gjeologjisë, një herësh edhe zyrtar i lartë për promovim të muzeut, numri i vizitorëve gjatë vitit 2025 ka qenë i lartë. Gjatë vitit 2025 kemi pas interesim të madh të vizitorëve, të madh. Mundom me thonë që kërkesat janë kanë të mira, por na jemi gjithmonë po tentojmë me rrit numrin e vizitorëve, diku rreth 10.000 vizitorë kemi pas brenda vitit. Çdo vit mundom ta promovojmë muzeun për me rrit numrin e vizitorëve gjithsesi. Normal, ky muzej vlen vizitohet më shumë, por është pak si në periferi të qytetit Mitrovicës, po besoj që tarmën ka më rritë edhe më shumë numri vizitorë. Momentalisht kanë filluar vizitat nga shkolla me nxënës të ciklit të ulët, por ai thotë se nuk mungojnë as vizitat nga grup mosha të tjera. Musa shton se nuk ka vend në botë nga i cili nuk kanë ardhur për vizitë. Realisht që tash veç kanë fillu shkollat me ardhur në vizitë, ne në qitë kohë janë nisin kemi shkollat, numër më të madh vizitorëve kemi shkolla ciklit toll deri në klasë 9. Kemi edhe student, kemi edhe grupe ndryshme të KFOR-i që jetojnë në Kosovë, të ambasadav, por kemi edhe vizitorë për shtete ndryshme të botës. Muna me thonë që ka, Sudia ka në shtetë në botë që su ka në Kines, Amerikë, Kanadë, gjithka. Kemi vizitorë ndryshme dhe ata të hujtë zakonisht janë të mahnitë kur vinë këto, sepse e zotin vizitin shumë ma shumë se tonë, se na jena mësu me i pasë këto minerale, ndërsa të hujtë kur vinë janë shumë të kënaqur me gjithë çka shohin këtu në muze. Vizitorët mbesin të manitur, thot Musa. Përveç vendorëve dhe ndërkombëtarëve, her pas here, këtu kthehen edhe ata që nxorën mineralet, minatorët e Trepçës. Jo ndryshme. Vizitorët i kemi bile ka shumë pensionerë që vinë këtu, për shkak se ka pasish minatorët Trepçës dhe ata janë shumë të interesuar me ardhë me familjarët vetë, me i tregu që kemi punu këtu edhe janë të mahnitën, e kanë atë nostalgjinë, sepse Trepça vetë është një farë historie në vetë, dhe për atë shkak ata minatorët që kanë dorë pension vinë me familjarët vetë, si dhe na si muze punojmë çdo ditë punë, orari zyrtar që është 8-4, jemi të kënaqur me vizitorët, jemi të kënaqur kështu në përgjithësi edhe me staf, kaloj mirë, por gjithsesi numri i vizitorëve do të rritet në të ardhmen, besoj, edhe më shumë, sepse ja vlen me po ky muze. Grumbullimi i tyre vazhdon edhe sot, duke e pasuruar koleksionin pothuajse çdo vit me mostra të reja. Rreth 95% e tyre vinë nga miniera e Trepçës, ndërsa pjesa tjetër përfshin minerale të sjella nga vende të ndryshme të botës e të Kosovës. Mrena në muze kemi për 1.000-2.000 eksponate, domethënë, rreth 2.500. Dhe 90% janë të minierës Trepça. Kemi edhe minerale që kemi shkëmbyer me shtete tjera, domethënë shtete ndryshme të botës. Si dhe kemi filluar me pasuru muzein me eksponate tjera të rajonit Kosovës, sepse na tash si muze shtetëror. Do thotë ne jemi punëtorë të Ministrisë së Ekonomisë për ndryshe. Dhe edhe pasurimin e bojmë ko paskohet edhe për minierës Trepça, edhe për rajonit Kosovës, po gjithsesi. Ai që e bën punën çdo ditë këtu, ka treguar cilat janë disa prej mineraleve më të vlefshme. Mineralet kryesore që gjenden në minierën Trepça janë galiniti, që është minerali i plumbit dhe është më i rëndësishmi se ka shumë argjend, edhe bismut. Domethënë galiniti është këto, edhe pse kemi shumë galinita në muze, ky është pak më i veçantë, sepse duke si qytet edhe vizitorët kur të shohin këto mahnitën, se na i thojmë Chicago realisht, po është galiniti. Sfaleriti është ai me ngjyrë të zezë, domethënë është minerali i zingut, piriti dhe pirotina janë minerale të hekur, këto janë 4 minerale, po ka grupe e lloje të ndryshme të mineraleve. Sipas studimeve mineralogjike, në minierën Trepça deri tash janë takuar mbi 70 lloje të veçanta të mineraleve. Normal që e bën të veçantë minierën Trepça ka shi miniera të tjera në botë, se
Por po se kemi shumë rezervat, lumëzi ingutarit argjendit, ka dhe shumë llojet minerale. Gjitha këtu ka shumë minerale në muzeet e ndryshme të Evropës e mazet gjindën disa minerale të trepçes, sepse janë shumë karakteristike, ka dhe minerale çmueshme, që shoh vivianiti, disa copa këtu i kemi, ludlloniti, borniti e tjerë, gjatë rrugës mund të shohim. Janë karakteristike për shembull këtu, sepse ne në gjeologji mësojmë grupi sulfurëve që i përmendën disa minerale metalore, grupi karbonate që është dolomiti, siteriti, kalciti, aragoniti e tjere, domethënë janë shumë karakteristike, po ashtu edhe kuarci është si mineral shumë i veçantë, sepse hyn në grupin e mineralet të forta, që është ajo që mësojmë na gjeolog, shkolla e Mosit ku është diamonti me forcinë 10, ndërsa kuarci ka forcinë 7, i cili përdoret shumë në teknologji ndryshme. Në prerje po mënoj më shumë, për shembull edhe ky plumoziti si mineral është i veçantë, sepse duket si edhe është natyralt edhe hasëm shumë shpesh me anë minjer. Gipsi, për shembull, këtu është mineral, na e njohim si mineral i butë tash. Dhe na gjeolog zakonisht gipsin e kuarcit i dallojmë veç kur t'i preku me thu i grithëm terren, nëse jemi me dallu sepse e kanë ngjyrën si të njëjtë edhe duken shumë si njëjtë. Për piritin, çfarë them, është mineral i hekurit, edhe pse mendohet që brenda në pirit është detektuar që ka pak hore, por është problem të largohet për aty, ndërsa njerëzit kur vinë këtu mahnitën mendojnë që është are, kupton? Këtë që i shohin piritat mendojnë që këtë janë are, por janë minerale të hekurit. Kalkopiriti është minerali i bokrit, edhe kjo është si mineral i veçantë. Normal ne e dim se kalkopiriti domethënë është mineral i bokrit dhe bokrit dhe ari lidhen shumë gjenetikisht. Na kur e mësojmë gjatë studimeve. Qështu përgjithësi mineralet kanë forma ndryshme, për shembull mund të jenë formë zemrës, formë xeoda, formë lulesh, formë ndryshme domethënë i hasëm kemi disa minerale që janë të hartës, Kosovës, e ndryshme domethënë varet çysh i takojmë, gjitha janë natyrale, çysh janë gjetë brenda në minjer, janë vendosur këtu, por pasi ka mundësi që janë pastruar me ujë, as më shumë. Përveç kristaleve dhe mineraleve, muzeu ruan edhe objekte që dëshmojnë historinë e minatorëve, përfshirë vegla pune dhe pajisje tradicionale, që datojnë nga shekujt 11 dhe 12. Muzeu i kristaleve dhe mineraleve konsiderohet një nga objektet më rëndësitë të veçantë për trashëgiminë minerare të Kosovës, duke ofruar një pasqyrë të pasurisë natyrore dhe historisë së gjatë të nxjerrjes së mineraleve në vend.